apo ndonjë projekt që të ka prekur emocionalisht? Se ndonjëherë të gjithë jemi pak psikolog në profesionin ton, po Janë dy. janë dy. Një është shtëpia e prindërve të mi në Durrës dhe dy shtëpia e prindërve të Anisës. Okej. Në 2021-shin apartamentin i prindërve të mi nga një 3+1 shumë i madh do kthehej në një zyrë dhe në një 1+1 shumë komod. Deri tek pjesa digjitale ishte gjithçka shumë okay, por mua ishte pak e vështirë të mos ta shifja veten ndërkohë që vija vërdallë për shtëpi apo ku di. Ishte pak e çuditshme, po e menaxhueshme. Ajo që ishte e pa menaxhueshme dhe e pa negociueshme ishte në momentin që filloi zbatimi. Prishën gjërat. Kur unë kam parë matrapikun që ka prish dhomën e prindërve të mi me dhomën time, murin që lidhte, besoj ose jo, mund kanë kohë lotët. Dhe vetëm ka mbajt kraharorin tim kështu dhe vetëm logjika e ftohtë më ka bërë që mos t'i ulëria punëtorit dhe t'i thoya ti çfarë po bën. Domethënë, nëse nuk e përjeton këtë gjë, nuk e kupton. Dhe aty kuptova optikën çfarë ndodh klientit. Pse klienti e vuan kaq shumë? Një miku im më ka bërë një pyetje shumë të bukur, çfarë humb një klient me gjunsanën? Dhe mu instinktivisht më doli të shkuarën. Sepse ti nuk ke më një histori. Fatkeqësisht me vërtet. Një ndër gjërat që të pyet gjunësana është çfarë do ti që të ruaj. Sa pyetje e bukur. Se pikërisht të pyetje doja të bëja që cila është pyetja e parë që i bëni një klient? Çfarë do të ruaj? Çfarë të ka acaruar dhe çfarë do të ruaj? Për të parë episodin e plot, klikoni linkun në bio dhe subscribe në YouTube për më shumë.